Lavdi, falënderimi është vetëm për Allahun fuqiplot. Nuk I shoqërojmë atij askënd. Të vetmin Zot që besojmë dhe të vetmin Zot që adhurojmë e kemi Allahun. Atij I bëjmë sejdë për të jetojmë, për të vdesim. Të ai shpresojmë I vetmi që na ringjall dhe na mëshiron. Salavat e selamet ja dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafas, familjes, shokëve dhe tërë besimtarëve që me sinqeritet e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të dashur vëllezër, nuk është plotësuar imani, nuk kam rrit gradat më të larta. Imani askujt prej nesh, përderisa nuk jemi të gatshëm që me hek dorë për çdo gjëje, kur është mbytyja Allahit. S'është plotësuar imani kërkujt prej nesh, po e përsëris. Përderisa jemi të gatshëm me hek dorë për çdo gjëje, kur është mbytyje Zoti. Pa marrë parasysh sa është e dashur ajo gjë, pa marrë parasysh sa jemi lidh me atë gjë, pa marrë parasysh sa jemi të nevojshëm për atë gjë, pa marrë parasysh çfarë përfitojmë prej asaj gjëje. Çka do kofta ajo? Kur vjen pyetja Allahu, I thojmë kreç aty në xhanave ma bën halal, rriça dhe jonash, se Zoti jam po më thirr. Prandaj një prej gradave më të larta që Allahu azza xhelle ka bën, është shahidlluku. Shahidlluku. Me hek dorë për jetës për Allah. Nuk kemi të folë për këtë temë, veç deshta me pru si shembull. Por unë prapë po lidhem. Kanë qenë muslimanët ata të cilët këtë tokë kanë mbrojtur me gjak, edhe kanë sakrifikuar dhe janë të gatshëm me sakrifiku. Sepse kanë kuptuar që kur Allahu xhaleshanu është në pyetje rizaja e Zotit, çdo se mbotet për ta, çdo se toleroj, çdo se ne hekim dorë. Prandaj ju themi djemve të ri të cilët sot janë dhënë mas drogave, mas alkoolave, mas vajzave. Edhe para mendo djali I ri qotë edhe myt vetën, pse? E ka lënë e dashura vet. La ilaha illallah. Allah që ka thënë Kur'an, thuaj urdhën, inna salati, namaz jam, wa nusuki, hajj jam, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, jeta dhe vdekja janë për Allahun, krijuesin e gjithësisë. Nëse unë vdes veç për Zotin vdes. Nëse unë jetoj veç për Zotin, absolut për kërkon jo. Absolut për m'ia bë çefin dikujt, po respekt maksimal. Po shërbim maksimal. Po edukat ndaj çdo kujt maksimal. Jo me jetu për kërkan. Prandaj djemë të ri, cilët se kanë kuptuar këtë pjesë. E për me kuptu këtë pjesë do të me jetu, me pas lidh zemrën me xhamin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë 7 persona, 7 kategori njerëzish janë në hir arshit Allahit atë ditë kur s'ka jetë tjetër pas saj. E një djalë I ri I cili nasha fi ta'atillah, është rrit në adhurim ndaj Allahut, e ka kuptuar se çka është e shenjtë për ta, për çka duhet me jetu dhe për çka duhet me vdek. S'moj me jetu unë e mys vetën me bën me lën famna. La ilaha illallah. Çiçani keq. Ti jetën, ti çdo sa njep lillah, ti jeton për Allah, ti merr frym për Allah. Ti jeton Allah ka thonë Kur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë e gjenet e njerëzit kam kriju veç me adhuru Allahun, veç për që ato zban. Veç zban pa adhurim të Allahut, pa kretë tjera të sa në ban. Ban pa kërtë mirë, pa shpit mirë, ban pa këta, pa adhurim të Allahut, zban. Prandaj këshillojmë të gjithë djemë të rritë të cilët se kanë kuptuar këtë rregull. Për me mri gradat nalta të imanit, është të jesh I gatshëm me sakrifiku çdo sen për I Zot Zotit, ama mos me sakrifiku Zotin për kur gjë tjetër. Jo Zotin me sakrifiku. Allahu ka thënë Kur'an, respektoni prindrit. Kur vjen pyetje, nëse prindit shtin mi bon gjuna Zotit, a këtu I thush babas e nonës ma bon halal, këtu jo. Jo, këtu jo. Shumë ju, këtu jo. Se Allah është më I rëndësishëm për mua se sa jo. A pet ju respektoj? A pet kom ju ngu? Po çtu jo, kjo është kufini këtu.
Ibrahimi a.s. është ballafaqu me popullin e vet, a që ka dash prind, ka dash sa kretin Kur'an ku e ka përmend Zoti xhaleshani Ibrahimin a.s. të e këshillu babën e vet, e ka këshillu me shprehje, më thonë dashnia, respekti, ja ebeti, o baba im në shaj ledhatuse, ndoshta në shqip do ta kisha përkthy babushi jam. E ka ledhatu babën. Po kur kon pyetje imani, çka ka bëu Ibrahimi a.s. Ka hek dorë për çdo send, ka thonë inni muhajirun ila rabbi. Unë po bëj hijret për Zotin Zotit. E kalon me familje, e kalon me farefis, e kalon me akraba. Ka bëu hijret. Se e ka ditë për çka duhet me jetu. E ka ditë që veç prej Zotit s'ban me hek dorë, për tjerave sa në kretëve ban me hek dorë. Ban me lëshu Kosovën nësa është pyetje rizaja e Zotit. Ban me lëshu Gjermaninë më kthyn Kosovën nësa është pyetje rizaja e Zotit, nëse të ngushtohet puna atje. Së ne ban ibadet Allahin. Me bëu hijret. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka dalë në kodrinat e Mekës, o kthy ka Mekë edhe ka kajt. Kur po bën hijret, po ik pe Mekës, ka kajt. Ka thonë oj Mekë, ti je veni më i dashur në zemrën tëme për mua. Sikur populli yt Mekasit mos më kishin detyruar me ik kur s'kisha ik. E ka thonë o Allah, më dërgojmë në një vend ku e don ti edhe na bëj dashur edhe neve. Allah ka qenë në Medinë. Ka qenë i gatshëm me sakrifiku me hek dorë prej vendit më të dashur, për çka? Për rizat Zotit. A jemi të gatshëm na me hek dorë për dallaverëve? A jemi të gatshëm na me hek dorë për lukseve të dunjos? A jemi të gatshëm dikush një djalë i ri me hek dorë për alkoolit, për duanit? Me hek dorë për gjumit më çu me fal sabahin? Është e habetshme. O në gjendje me net deri në 2-3 natës. Mund me nej, pasaj s'mund më qunë sabah, normal. Normal se nuk je i gatshëm për Allah me bo shumë sane. Andaj ulemat kanë thonë një prej testeve, për me ditë njerën e teston në qëto mesele shumë thjeshta. Bile ka pas prej djetarëve të cilët kërkoj falit që thëmë këta. Kanë thonë ai i cili dënë me boni marveshim me ta vete e ka falë sabahin sot. Jo. Nëse ka trahtu Allahun për të trahtan edhe ty. Kërkoj falje, prap. Allah po thot hayya ala salah, hayya ala falah. Allah po thot as-salatu khairun min an-nawm. Namazi më mirë se gjumi. Edhe njeri thot Allahut po kthejmë krajin tjetër. Së në gjendje me sakrifiku për Allah, ti mundesh pastaj na mundemi me zbut me fjalë këtë muhabetin. Unë po e them çështo, ti mundesh me thonë jo vallahi unë du më çu, po diçish s'm dal gjumi. Ti mundesh me zbut, s'ka problem. E zbutim na me fjalë çish dojmë. Kallzëm mu, çfarë arsye është në botë? Ka arsye, a ka arsye në botë? Me la namazin nuk ka. Vetëm dy sene bën me la namazin. Nëse s'ka men, njëri ka lujt, ka rshit. Ose ka dek. Përderisa ka mendjen edhe shpirtin, a ka vdes, as ka. A mund më falë në kam as mund. A ka tesha, as ka tesha. A ka kibla, as ka kibla. A me krye për pjetë, a me krye të poshtë. E ka lidhë armiku. A është, e ka shtin në fund fëllimit atjet, pa pasërtis, hiç ka lidhje. Për këtë ka alternativë. A me lonë zbanë. Nëse qëto e ka bon, tjera të sene mund mi bon gjitha. A je i gatshëm ti për Allah, gjdo sen me lonë. Gjerat më dashura për ty. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë nuk ka besu për josh, askush, përderisa kajtja ti, lakmia ti, nuk e ndjek mësimet e pejgamberit. Dhe më thonë, kajtja jote, a është gati, a është gati. Kajtja jote me thonë, poja Rasulallah. Në regull, rap mja bo kështu pejgamberit alayhi salatu wasalam. Qështu shtia Rasulallah. Me pasu. E këtë janis me filozofu, po mirë, po i shkon, po unë e qështu s'po muj. Allah të rujt. Ka ardha të zëtë Omerit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ja Rasulallah, ti e njeri më i dashur në botë për mu, mas vetës teme. Mas parje du vetën, masën e ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Omer, halas tu ka plotsu imani. Shka përmirësoj vetën, hala. Pse tha ja Rasulallah? Ku gabime? Tha duhesh me e dasht. Jo pse ka emnin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Por pse është i dërguar i Zotit ku Allahu ka thënë respekti ndaj tij është ibadet. Kur ta plotson këtë pjesë me dash pejgamberin më shumë se veten tonë, edhe unat e tij mi çit para epsheve tua, kujtjeve tua, dashnis për veten, për egon tonë, çfarë ke plotsu imanin. Pra për pejgamberin, po për Allahun as që diskutohet. Tha Omeri e përmirësoi vetveten, tha ja Rasulullah, vallahi tash ta du më shumë se veten tënde. Dikush me ta ofendu babën, sigurisht që t'ki mu mërzit. Ndoshta ki mu kacafyt. Me ta ofendu pejgamberin alayhi salatu wassalam, e bën një gjë të tillë. Unë nuk po them më përla, nuk është thirrje kjo për kacafytje, për përlamje, për rrahje, për vrasje. Është thirrje me ditë ku janë kufit e gjithë secilit. Ço është aty? Ja, më bën halal, unë sunri. Po mirë me se ajtë se sa është ai paranimi e ja, unë kam parime. Unë e prishi marrëveshjen me ty. Unë e prishi biznesin me ty. Unë e prishi kontratën me ty, se kam gale, kur është në pyetje feja jam e Zoti jam. Sa njerin vetë, hoxha jam të punu me këtë, me atë haram. Haramet ndryshme. Qysh m'ja bon? Nuk ka alternativë në haram. Na mundim me zgjedh zgjidhje mrena 2 lejuarave, kur është diçka ndalume. Çka nuk është gati me sakrifiku lillah. S'po themi na më shku edhe me thy kryt për muri. Na po themi kur ti e kini alternativë me shku me punu në Baushtell Malter në Gjermani, me punu Malter, me lidh armatura. A me nejt me një restorant ku ti ki me shërby raki. Kjo po duket ma lehtë. Se kimi marrë dhe bakshishe, kamarierë. Po dije që Allah zgjel një prej atyne që i ka mallku janë ata të cilët e bartin e transportojnë alkoolin, kërkoj falin nëse e preki dikan, ma vone halal. Nuk është i gatshëm me dalë me punu aty ku është halal, i dirë, sa pse, du të me dalë aty me punu në shije, në bore, në dile. Do malë ti si e i gatshëm, ti nuk e i gatshëm halal. E ti kur i jep me kuptu Zotit praktikisht se po unë e bëj që ta. Shkoj të diçka maron, ama dinin tam nuk e heki dorë për aty në kajtjeve të mija. E kur ta bën që ta, Zoti ka me qitë në test. Kur ta bën që ta, prite, fitore, ndihmën, ka me t'i qelë Zoti rrugt. Ajo me të parën. Ja me të parën. Ja, pa të vunë test, Allah nuk e le. Nuk e le. Pejgamberi ka vunë test. Pejgamberi e ka qitë Ibrahimin a.s. para zjarit, në test e ka vunë. Në test e ka vunë Ismailin para thikës. E ka vunë test Ejubin a.s. Yunusin a.s. Musën a.s. para detit. Pejgamberin a.s. në shpellë. Aliun radiallahu anhu në shtratë pejgamberit, në test, ty të ka vunë dikun, ose ka me të vunë, prite. A ki me kalu ajo? Po ma e një në mend. Kush nuk është në gjendje me hek dorë prej gjithane. Allah për haram mos flasë. Kur është në pyetje Zoti, ai se ka plotësuar halal. Çka me bë? Me përmirësu veten. Do thonë mos me dash prindën, mos me dash bashkëshortën, mos me dash vllahun, mos me dash kerrën, mos me dash shtëpinë, si më të thonë. Kret duj, gjitha halalët punoj, mrrin, kapi me halal. Po kur vjen pyetje, nëse vjen pyetje, puna, ja çështu, mos e diskuta. Mos e diskuta Zotin. Dhe po përfundoj me këta, kam pas rast me një plak të cilin, i cili mundoke me da plesni, kër e në pytje njëherë, një debat me ta, interesi vetë personal dhe ligje Allahit. E thaj pak udhën, jo pak po shumë. Edhe i thash, ti nuk mas sodit, nuk të lejot me da plesni ma. Nuk je në gjendje, kur jenë pytjet vetja jote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, wallahi, si kur fatimi abia Muhammedit me pas vjedhe kësha këput dorën. S'ka të ligjet e Zotit me bo drifta. Tritë e din që janë driftat, fërtësan e vërskëne, s'ka. Ligjet e Zotit janë ligjet e Zotit. E nëse i gatshëm me e gjdo sen dorë për gjdo sen për Allah, e ke plotësu imanin. Andaj dashur vëllezër, sidomos jam të ri, keni kujdes, po ndëgjojmë raste kur
janë edhe fatale, edhe me vdekje, janë edhe me depresion, mbyllë djali i ri, pastaj po na i bin xhami, hoxha frymë, lexoj Kur'an, son djali mirë. Çka ka? E kalon dashnoria. A djali do të më kap me rënë herë mirë edhe masana me prunë vete. Allahu është mbi të gjithë. Allahu është mbi të gjithë. Veç Zoti mos më të lanë. Veç Zotin mos e lë, kretë tjerat mund është mi zavendësu. Allah na përmirësoft, Allah na fal, Allah na udhëzoft. Ja Rabb, fali, mëshiroj të vdekurit tanë. Vëlladitja o shpirtat në xhenetet firdaus. Na ju udhëzari tonë, na fal neve, na përmirëso, na udhëzo. Na mundëso ta dojmë njëri tjetrin dhe ta respektojmë njëri tjetrin për hatër tanë, ja Arhamar Rahimin. Amin, amin, amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.